Avni Qenaj, i arrestuar para 2 ditësh në Serbi me akuzën autoriteteve serbe se ka qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, vazhdon të mbahet nën arrest, por nga shoqata e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Has, thonë se Qenaj nuk ka qenë pjesëtar i brigadës së Hasit dhe as i UÇK-s, pavarësisht se posedon kartelin e veteranit. Ne njohemi edhe personalisht, Avni, se vjen edhe unë vjen nga Hosi dhe ne si organizohet, ai posedon një status të veteranit, edhe figuron në organizatën e Hosit si pjesëtar i brigadës 126. Por si Avnia janë dikon mbi 40.000 që kanë statuse të cilët edhe bënëm ne atë gafin, ato gabimet gjatë rrugtimit pas luftës, të cilët i bënëm veteranë se cilin, edhe tash po i morim nashta edhe në qofë me gabimet tona. Avnia, si gjithë seporit du të bëni sqarim, sepse nuk ka qenë në shtabin lokal në Has, në vitin 98, pas deportimit popullos, Avnia, si gjithë populli, është deportu në dhomë në Shqipëri, edhe atje ka punu në një furrë, po jo për ushtrisë lirimtare të Kosovës, po në Sezanat Liqi jemi konë, edhe kjo është puna ati që ka bërë krejt, nuk ka marrë pjesë as në brigadën e 138. Tha se çdo ish ushtar i UÇK-s është i vetëdijshëm se nuk duhet të kalojë në territorin e Serbisë. Luftatorët të cilët kanë marrë pjesë në betejë, ata vetë nuk do të bijnë nëpër Serbi, do ta respektojnë pasportin vetveten edhe atë etikën e luftës. Fatkeqësia të nasi nuk bëkohë marrëveshje brenda institucioneve. Ne pej djeshtet kem si organizata Hosit, kem bashkëpunuar me institucionet e sigurisë në Kosovë, i cili është një digaster i posaçëm për këto punë që merret, po realisht po koncentruam gjitha mediat të organizata qendër, e cila kishin informacion zero për Avni Qenaj. Po, ai posedon një status sikur 47.000 tjerë, por veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, e apelojmë edhe Serbi përmes televizorit juve që ta lirojnë njerin, sepse nuk ka të bajnë, pse ka një status që e kemi dhonë në format që kemi dhonë të dijet më tash botërisht. Ai megjithatë shtoi se edhe nëse ka individ që kanë marrë kartela pa qenë pjesëtar të UÇK-s, ata nuk duhet të udhtojnë nëpër Serbi. Vetë fakti që në këtë rast të morë me Avnin, që mojnë kartelin e veteranit në xhep ose në koletat, portofolit e tyre, tjetë në kuptu sepse nuk kanë harru edhe pasove që do t'jenë. Se po t'ishte një luftator i vërtet, spori nuk do t'i bikte nëpër Serbi, e dyta nuk do t'a mojta kartel, po tjetë më kuptu se ai ka harru dhe krejt se qysh ka ardhur te një status, kështu që i bon apel edhe herë autoritetet serbe, se ta lirojnë njerin, i cili s'ka të bëjë absolut me luftën, edhe mos brengose sepse nuk ka pas asnjë pasojë nga Avni Qenaj. Avni Qenaj është arrestuar me 25 nëntor në Serbi. Sipas familjarëve, ai ka furrë në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe kishte kaluar disa herë më parë përmes Serbisë.